Këto janë parime të njohura, janë të trajtuara, të thelluara, po doni tek, po themi edhe një herë për teorinë e demokracisë të Giovanni Sartorit, në çdo traktat mbi demokracinë dhe mbi sistemin, fabula ose kërkesa, premisa që demokracia të funksionojë është që të ekzistojë pakënaqësia dhe një forcë e pakicës të mundet që mbi këtë pakënaqësi të ndërtojë një alternativë dhe të kërkojë të jetë shumicë për ta ndryshuar. Ne nuk dim sot, unë vetë personalisht, se ndoshta nuk dua ta përgjigjsoj situatën, përse Partia Demokratike kërkon të jetë shumicë. Unë nuk di çfarë kërkon të bëjë ajo si shumicë, sepse nuk njoh akoma ku qëndron ajo. Ku qëndron ajo, fjala vjen me urbanen, me qytetin, sepse jemi në prag të zgjedhjeve vendore dhe zgjedhjet vendore, po doni në qytetet e mëdha janë gjithmonë politike, nuk janë zgjedhje administrative. Tirana është një zgjedhje mirëfilli politike pra kryetari i Bashkisë Tiranës. Ne nuk dim ku qëndron Partia Demokratike në raport me po themi publiken dhe privaten, a duhet të jenë plazhet publike, a duhet të jenë plazhet private, këto janë shqetësime të natyrës së përditshme. Ne nuk dim ku qëndron në raport me koncesionet, pra duhet ekzistojnë, s'duhet ekzistojnë. Dim që ajo, si thua, avancoi dhe ndërtoi kuadrin ligjor të koncesioneve, PPP-ve, por ne sot kuptuam që ato janë premisa apo mekanizma të shkëlqyer për korrupsion. Ne nuk dim ku qëndron ajo në raport me po themi institucionet e reja të drejtësisë, çfarë do donte të bënte ose çfarë i kërkon shqiptarëve. Pra, unë mendoj që arsyeja pse dilet në votime është që për një alternativë apo për një projekt politik, ti ftosh votuesit të gjejnë veten, ti qëndrosh me seriozitet një projekti politik dhe të kërkosh që nga pakicë me votat e atyre që janë sot mbështetës të shumicës, por mund të jenë të pakënaqur dhe pakënaqësia është tharmi i demokracisë. Pra, kush thotë që në demokraci duhet jemi gjithë të kënaqur?